Ju ngjatjeta uroj t'jeni mirë, zhvillime të mëdha nga lindja e mesme po afron ora 0, atje jemi përballë zhvillime të mëdha të cilat ju kemi premtuar se do t'i flasim hap pas hapi, minut pas minuti, sepse ajo që do të ndodhë në lindjen e mesme, me shpërthimin apo me mbylljen e saj do të ketë efektin e saj domino në të gjithë marrëdhëniet ndërkombëtare, në të gjithë ekonominë globale, në të gjithë marrëdhënien e hemisferës perëndimore me hemisferën lindore, në raportet e Kinës me Washingtonit me Rusinë dhe me Kinën dhe në përplasjen e re globale. Njoftime vijnë nga lindja e mesme, shumë të rëndësishme në këto minuta dhe në këto orë, se ka zhvillime të mëdha në detin arab, në gjirin persik dhe ka lëvizje të mëdha të cilat tregojnë se mund të kemi një goditje ushtarake apo një ndërhyrje sulm ushtarak në Iran, i cili po afrohet nga minuta në minutë. Ky sulm, pas një diskutim, do të diktoj të gjithë të ardhmen e ekuilibrave rajonale atje, do të diktoj të ardhmen e përplasjeve atje, do të diktoj të gjithë skemën globale. Dhe kjo na prek të gjithëve. Kjo është një përgjigje për të gjithë ata të cilët mendojnë se përse ne fokusohemi shumë në atë që ndodh në botë, përse ne fokusohemi në pjesën që është duke u zhvilluar në cepat e tjerë të botës shumë larg nesh. Nuk janë larg nesh, janë shumë pranë nesh. Do të ndikojnë tek jeta juaj, tek ekuilibrat tuaj gjeopolitik, do të ndikojnë tek vendimi politik për Shqipërinë, do të ndikojnë zhvillimet e mëdha globale tek vendimet që do të merren për Ballkanin, për vendimet që do të merren për Fuqiçin, për Edi Ramën këtu në Tiranë, për gjithë ekuilibrat gjeopolitik, sepse të gjitha ngjarjet sot në botë janë të lidhura me njëra tjetrën. Jemi në një mbledhje të kabinetit izraelit në këtë moment të luftës, i cili është duke çuar mesazhe të forta në Washington se nuk duhet të bie në kurthin e një oferte që ka ardhur prej Iranit në këto momente, të cilën e njofton The Wall Street Journal, e cila tregon se Irani me sa duket ka hapur dhe ka lëshuar sinjale se është i gatshëm të rikthehet në tryezën e bisedimeve bërthamore, por ndërkohë nga ana tjetër amerikanët kanë bërë thirrje largohuni menjëherë nga Irani të gjithë qytetarëve amerikanë, por edhe shtetet të tjera të cilët kanë qytetarë atje kanë folur dhe i kanë bërë thirrje qytetarëve të tyre që të largohen nga Irani menjëherë të lëshojnë Iranin. Ndërkohë, po lëvizin edhe aktorët e tjerë proksi që janë në rajon, qoftë lojtarët e Iranit, milicit shiite në vendet e tjera, qoftë edhe lojtarët e tjerë të Alaat të Izraelit dhe të Amerikanëve. Duket se situata është shumë e mjegullt, por njëkohësisht duket qartë se Amerikanët janë përballë 2 zgjidhjeve apo 3 zgjidhjeve, secila prej tyre është e vështirë. Në qoftë se pas gjitha këtyre kërcënimeve dhe pas gjitha këtyre betimeve se do ta shkatërrojnë Iranin, tërhiqen pa një goditje, atëherë kjo do të godas autoritetin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilin ata e vendosën menjëherë pas rrëmbimit të Maduros me helikopter në Venezuela dhe goditjes së Venezuelës dhe shkuljen e Venezuelës nga prehi i Kinës dhe i Rusisë. Në qoftë se do të godas në distancë, ashtu siç mendohet, do të godas dhe do të kemë një lloj goditje e cila parashikon që të nisë hemorragjia afatgjatë brenda Iranit, sepse goditjet nga distanca nuk munden dhe nga ajri vetëm nuk munden ta rrëzojnë pushtetin në Iran. Nga ana tjetër, duket qartë që mungesa tërësore e informacionit nga Iran tregon qartësisht që atje mund të jetë duke ndodhur gjithçka, qoftë eliminimi i shumë prej protestuesve dhe ekzekutimi i tyre, qoftë dhe mbytja e protestave që sipas gjasave ka filluar tashmë të ndodhë, pra mbytja e protestave dhe rikthimi i protestuesve nëpër shtëpitë e tyre. Megjithatë, pika dhe problematika kyçe e gjithë protestuesve në Iran është fakti se ata nuk janë të gjithë të bashkuar në një kaos të vetme, për arsye se një pjesë e banorëve të Iranit kanë dalë për çështje ekonomike, për bukën e gojës, një pjesë ka dalë për çështjen e humbjes së vlerës së parasë së Iranit, një pjesë tjetër ka dalë për arsye të
qëllimeve të tjera etnike, religjioze, krahinore e kështu me radhë, atje janë taxhikët, atje janë belushët, atje janë Kurdistanin, atje janë ahwazët, atje janë të gjithë ato komponentë që përbëjnë koloritin etnik dhe religios të Iranit. Çka do të thotë, mund të jemi përballë një skenari të një goditje afatgjatë amerikane e cila provokon një skenar të Sirisë, si skenari i Sirisë, një raskapitje 3-14 vjeçare, si ndodhi me Sirinë dhe me Asadin, dhe një luftë civile në Iran. Sepse, në qoftë se ndodh skenari i goditjes dhe i bombardimit nga lart, dhe nga larg, nga distanca, pasi amerikanët nuk do të shkojnë atje me trupa, sepse mund të ketë kosto të larta. Dhe duke patur parasysh që vendet e gjirit, Arabia Saudite, Kuvaiti, Katari, Bahreini, Omani, nuk kanë lejuar që shtetet e tyre të jenë bazë për goditjet e ardhshme amerikane, duket qartë që goditjet amerikane do të vinë vetëm nga distanca. Bombardimi i vazhdueshëm në distancë ka kosto të lartë dhe nuk e rrëzon domosdoshmërisht regjimin. Në qoftë se amerikanët kanë ndonjë as në mend për të bërë ndonjë goditje shkatërruese dhe rrafshuese, këtë e dinë vetëm kulisat e lojtarëve të prapa perdes, të cilët marrin vendimet e mëdha për këtë lojë dhe për këto përplasje të mëdha. Në qoftë se Trump e godet Iranin, a do të shkojnë në një luftë të madhe botërore, a do të dalë jashtë kontrollit skena botërore, sigurisht këtë e vendosin lojtarë dhe aktorë të mëdhenj të cilët janë prapa perdes dhe janë korporatat e mëdha, janë interesat, mega interesat, të cilat ne as media nuk ka mundësi t'i di, nuk ka mundësi të ketë akses në to. A do të godas Trump? Në qoftë se godet me goditje të paparashikuar, rrafshuese dhe shkatërruese, do të thotë që mund të jenë marrë vesh në kulisa me fuqitë e tjera të mëdha dhe me aktorët e tjerë të mëdhenj prapa perdes që të mos shkojnë në eskalim. Përndryshe, bota shkon drejt një eskalimi të jashtëzakonshëm, i cili do të shpartallojë lindjen e mesme tërësisht, do të hedhë në erë tregjet e naftës, të gazit, të energjisë, përrjedhojë, do të hedhë në erë edhe ekonomitë tona dhe ekonomitë lokale në të gjithë botën, sepse është i lidhur me zinxhirin e prodhimit, me zinxhirin e transportit dhe me zinxhirin e supermarketit dhe të produkteve të shportës tënde, të cilat do të ndikohen nga kjo luftë e madhe botërore. Në qoftë se Donald Trump ka siguri dhe ka marrëveshje në prapasken me lojtarët e mëdhenj botëror, se do të mbyllet syri apo do të bëjnë koncesione të ndryshme, do të lëshojnë Iranin, do marrin diçka tjetër, atëherë Irani mund të goditet me goditje rrafshuese. Kinezët kanë dalë me njëherë në skenë, ndryshe nga rasti i Venezuelës, dhe kanë thënë se ne nuk do të lejojmë që betejë me Iranin të jetë aq e lehtë, dhe kanë refuzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë moment kur Donald Trump në vijim të presioneve të tij për të shkatëruar dhe për të groposur përfundimisht regjimin e Iranit, ka marrë vendim që të vendos tarif 25% për çdo shtet i cili do të bëjë marrëdhënie tregtare me Iranin. Kush janë një shtetet që bëjnë më shumë tregti me Iranin? Është Kina dhe është Rusia, pra është boshti i vendeve aleate të Iranit. Kinezët kanë shpejtuar sot të reagojnë me gjithë kërcënimet amerikane se do të bëjnë një goditje të fortë dhe se jemi në heshtjen para nisjes së stuhisë. Kinezët kanë dalë dhe kanë thënë që kjo nuk do të jetë e lehtë, sepse ne nuk do të rrim duar kryq. Në të njëjtën kohë që është duke ndodhur kjo situatë, është hedhur me njëherë në sulm Tajvani, i cili ka dalë dhe u ka thënë kinezëve dhe gjithë opinionit botëror që mos mendoni se nëse mori Amerika Venezuelën, do të vi Kina të marrë Tajvanin, sepse Tajvani nuk është i ngjashëm me Venezuelën dhe kemi një alarm, gjendje alerti të lartë në Tajvan, i cili është duke paraprirë çdo lloj sulmi të befasishëm kinez për të aneksuar tashmë Tajvanin, si kundër përgjigje e Pekinit ndaj Amerikës për ndërhyrjen e tyre në Venezuela.
The Wall Street Journal ka njoftuar sot se Irani ka hapur një lloj dritare për Washingtonin për të kthyer në bisedimet për programin bërthamor, dhe ndërkohë që ka mbledhje orë pas ore të krerëve të lartë të ushtrisë dhe inteligjencës izraelite, të cilët janë duke u thënë amerikanëve dhe duke i karikuar amerikanët që të bëjnë patjetër goditjen e regjimit të Iranit dhe rrëzimin e tij, sepse ky është një moment i volitshëm i cili nuk do të përsëritet më edhe aq lehtë. Dhe i bëjnë njëkohësisht nga Tel Avivi ftesë amerikanëve që të mos bien në kurthin e ndërtuar prej iranianëve, pasi vetë izraelitët, vetë Mossad izraelit, vetë Shabaku, vetë shërbimet e inteligjencës izraelite mendojnë, njoftojnë dhe pretendojnë vazhdimisht që negociatorët iranian janë njerëz që kanë 4 palë tru, 5 palë sy, dhe se janë të aftë të mashtrojnë çdo lloj njeriu që e kanë në tryez. Kështu mendojnë izraelitët për negociatorët iranian. Ndaj, izraelitët po kujdesen që ta mbajnë zjarrin të ndezur fort poshtë tenxheres amerikane, në mënyrë që ata të mos bien në kurthin e Iranit dhe në mënyrë që të diktojnë në Washington linjën e përplasjes direkte dhe të shkuarjes drejt një goditje. Këtë presion të Izraelit, nëse mund ta quajmë, apo këtë orientim, sepse izraelitët janë të vetëdijshëm se ajo që do të ndodhë në Washington në Iran lidhur me goditjen e regjimit apo jo, lidhet me vendimin që do të merret në Washington. Në Washington, po sipas The Wall Street Journal dhe burimeve të tjera amerikane, na njoftojnë se J.D. Vance, zëvendës presidenti amerikan, por edhe qarqe të tjera brenda shtëpisë së bardhë janë duke tentuar të bindin Donald Trumpin që të mos shkojë drejt një goditje fatale në këtë moment, por të shkojë drejt një goditje e cila i hap rrugën Iranit që të rikthehet në tryezën e bisedimeve të programit bërthamor. Por, gjithsesi, të njëjtat burime njoftojnë gjithashtu se linja amerikane në këtë moment është më pranë goditjes dhe sulmit fatal ndaj Iranit sesa ndaj i hapur për një negociat të mundshme. Sigurisht që izraelitët nuk presin që në Teheran të ndodhë ajo që ndodhi në sheshin e Azadit, në kohën kur u kthye Imam Khomeini nga Parisi dhe nisi zbriti populli iranian për atë që ishte revolucioni i 1979, revolucioni islamik i Imam Khomeinit. Izraelitët janë të vetëdijshëm se kjo nuk ka për të ndodhur tani, dhe janë të vetëdijshëm se çdo lloj vonese gjithashtu në goditjen e Iranit nga Shtetet Bashkuara të Amerikës do të çojë në mbylljen dhe në goditjen e protestave dhe të protestuesve, aq më tepër që jemi në kushtet e ndërprerjes totale të internetit, ndërprerjes totale të gjitha informacioneve që vinë nga atje brenda, dhe ka informacione shumë kontradiktore. Një pjesë thonë që do të ketë ka shumë të vdekur dhe shumë të vrarë, po vriten masivisht protestuesit dhe se po zbehen protestat. Një pjesë tjetër thotë jo, ka protesta ende, nuk janë zbehur, por janë duke bërë tërheqje taktike. Përveç kësaj, mos harroni kur të futen në lojë edhe armët e tjera të llahtarshme që janë armë elektromagnetike, të cilat me ndërhyrjen e tyre në lojë bëjnë me njëherë në sekonda bllokohen të gjitha pajisjet elektrike, elektronike, gjithçka ka lidhje me energjinë paralizohet në sekondë. Dhe nëse kjo ndodh, hym në një skenar tjetër tepër të rrezikshëm dhe tepër fatal. Kinezët, siç ju thash, janë shumë të shqetësuar, sepse vetëm në 11 muajt e parë të vitit 2025 kanë shitur 6 miliardë $, në Iran, ndërkohë që Irani ka shitur 2.5 miliardë $, mallra për kinën. Por prania e Iranit në zonë nuk është vetëm çështje e përfitimeve financiare apo çështje e tregtisë, por është dhe e naftës sigurisht, sepse Irani dhe Venezuela kanë qenë dy burimet kryesore të naftës së Kinës, përveç Rusisë gjithashtu, por ka dhe rëndësi tjetër strategjike që lidhet me lindjen e mesme. Kina është investuar shumë fort
në muajt dhe në kohët e fundit, pra në muajt dhe në javët e fundit, në gjetjen e një ekuilibri ndërmjet Iranit dhe Arabisë Saudite në lindjen e mesme, në mënyrë që tentojë të ndërhyjë atje dhe të krijojnë kushtet dhe terrenin për uljen e presionit amerikan ndaj aleatëve të saj tradicional atje si Arabia Saudite apo aleatët e tjerë në vendet e gjirit që konsiderohen domen amerikan. Kina është investuar fort dhe kjo ka çuar në përmirësimin e raporteve ndërmjet Teheranit dhe Riyadit, ndërmjet Iranit dhe Arabisë Saudite. Kjo e fundit, siç ju kam thënë, ka nisur të hap linja edhe në lindje me marrëveshjen e përbashkët për mbrojtje që është duke bërë apo që e kryu me Pakistanin dhe për marrjen dhe blerjen e avionëve kinez të Pakistanit, por që ishin prodhim i Pakistanit dhe me teknologji kineze, çka e hapi edhe oreksin e Ankaraja, e cila gjithashtu po mendon fuqimisht që të krijojë një bosht me Egjiptin, Arabinë Saudite dhe me vendet e tjera të gjirit bashkë me Pakistanin në mënyrë që të ushtrojnë presion dhe secili nga shtetet të arrijë interesat e tij ashtu siç mund të sigurohen më mirë. Kjo është arsyeja përse Turqia në këtë moment nuk është e interesuar që të bjerë regjimin e Iran drejt për së drejti, as vendet e gjirit nuk e duan që të bjerë Irani në këtë moment, sepse e din që gjithë presioni amerikan do të vijë ndaj interesave të tyre menjëherë pas rënies së gogolit iranian. Turqia nga ana tjetër, me Arabinë Saudite, me Egjiptin, me Katarin, me Kuvajtin dhe me gjitha këto vende, po përpiqen gjithashtu që përveç ruajtjes së interesave të tyre direkte në lindjen e mesme, duhet të ulin presionin amerikan. Presioni amerikan dhe izraelit ulet duke krijuar boshte të reja aleancash të cilat e pamundsojnë, luten, urojnë dhe shpresojnë që të mos bjerë Irani, sepse rënja e Iranit na çon në skenarin e Sirisë së Bashar al-Assadit, 3-14 vite luftë civile dhe përgjakje, çka është në interes të Izraelit që të shkaktojë hemoragji tek Irani dhe të shpërbëj Iranin drejt ta çojë atë drejt një lufte civile gjakderdhje afatgjatë dhe duke patur gjithashtu konfuzion tek radhët e opozitës së Iranit, duke mos patur një kaos të përbashkët dhe duke mos patur një opozitë të jashtme e cila ka miratimin e Washingtonit dhe konsensusin e botës, pasi është edhe Riza Pehleviu, që është junior, pra djali princi i kurorës i Riza Pehleviu të parë, janë mujahidinët që janë mujahidinët e Mekut, pra një pjesë të cilëve janë strehuar në Tiranë me Meryem Rexhaui, janë dhe opozita të tjera, të cilat janë dhe ata në një konflikt me njëri tjetrin se kush do ta qeverisë Iranin në pasi të bjerë nëse bie regjimi i ajetollahëve atje në Teheran. Ndërkohë që Turqia dhe Arabia Saudite po i thon amerikanëve që ne po shohim interesat tona dhe duam të shohim interesat tona, janë duke kujdesur që edhe në Siri të ruajnë interesat e tyre të mëdha, sepse edhe Siria do të ketë ndikim të fortë në ekuilibrat e rajonit. Çfarë po ndodh? Turqia tashmë, me ministrin e saj të jashtëm Hakan Fidan, ish shefi i shërbimeve sekrete, bashkë me presidentin Erdogan, janë duke u investuar fort në shkatërimin e të gjitha tentativeve të forcave kurde në Siri për t'i paralizuar fuqinë e tyre goditëse dhe për të marrë kontrollin total mbi Sirinë. Dhe kjo po e shndërron presidentin aktual Ahmed al-Shara në Siri si një lider kombëtar i cili po ruan unitetin territorial të Sirisë, duke mundur të shkatërrojë forcat e Kasedit, pra forcat kurde në Aleppo, por edhe në pjesët e tjera të Sirisë me ndihmën e Turqisë. Ky investim i Turqisë është sigurisht një goditje për kurdët dhe Turqia në asnjë mënyrë nuk do ta shihte me sy të mirë ndarjen e Iranit, coptimin e Iranit dhe rënien e regjimit të ajetollahëve, sepse ndarja e Iranit do të thonë krijimi i një precedenti të ri kurd në Iran dhe bashkë me kurdët e Sirisë, me kurdët e Turqisë, me kurdët e Iranit, nis lindja e ëndrrës së re për Kurdistanin e madh të mbështetur fuqimisht nga Izraeli dhe nga Amerika, çka do të ishte një coptim i Turqisë dhe ardhje e radhës së saj.
Për këtë arsye, ky rrjet kaq i komplikuar lidhjesh, interesash dhe ekuilibrash gjeopolitik i bëjnë amerikanët që në këtë moment të bëjnë llogaritë më të imta të mundshme, ndërkohë që pretendimi i Izraelit pas luftës së 12 ditëve ishte se Izraeli kishte mundur të godas kapacitetet prodhuese të raketave balistike të Iranit. Ajo që në rezultoi është se sot, në këtë moment që po flasim, Irani ka gati 2000 raketa balistike minimalisht, që do të thotë se pas luftës së 12 ditëve, jo vetëm që ka ruajtur raketat balistike që ka patur, por ka patur mundësi të riaftësoj kapacitetet e tyre prodhuese për raketat balistike, çka është një kërcënim i drejt për drejt për Izraelin, sepse në tryez është edhe një plan iranian për të bërë një paragoditje, parasulm për Izraelin. Kjo e ka ngritur alertin në Tel Aviv në nivelet më të larta, sepse ata janë të bindur se nëse Teherani do të jetë thellësisht i bindur që do të marrë goditje fatale dhe shkatruese nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç po bëhen njoftimet dhe siç po vinë kërcënimet nga amerikanët, Izraeli është i vetëdijshëm se Irani do të godas fuqimisht me raketat balistike në Tel Aviv, dhe këtë Irani e bën për të goditur shumë zogj me një gur. Godet amerikanët duke goditur Izraelin, sepse goditja për Izraelin është goditje për Amerikën, godet edhe protestuesit, sepse në rast të një sulmi dhe të një bombardimi të Iranit ndaj Izraelit para se ta godas Amerika, kjo do të thotë që Izraeli bashkë me amerikanët do të kthejnë përgjigje dhe do të sulmojnë Iranin, dhe kjo do të bëjë që në kushtet e bombardimit amerikan dhe izraelit ndaj Iranit do të mbyllen dhe protestat dhe protestuesit do të shkojnë në shtëpi. Kjo e para, dhe e dyta, në rast se protestuesit nuk shkojnë në shtëpi dhe vazhdojnë protestat e tyre, krahu radikal teokratik që mbështet gardën e revolucionit, forcat e rendit pasiç dhe liderin Khamenei si autoritet religjioz dhe teokratik do të dalin dhe do të përplasen në një luftë përgjakshme me protestuesit, duke i konsideruar ata tradhtar dhe shërbëtor të Amerikës dhe të sionizmit izraelit. Dhe kjo e çon drejt dështimit absolut valën e protestave në Iran dhe e përgatit. Pra, Izraeli bashkë me amerikanët janë ndërmjet këtyre llogarive të imta, dhe Irani pret gjithashtu nga moment që edhe kinezët të rrisin formën e tyre të presionit bashkë me Rusin, përveç se kinezët e kanë treguar se nuk lëvizën në Venezuela, ndoshta me Iranin situata mund të jetë pak më e komplikuar. Për rusët, iranianët e kanë treguar hapur që janë tradhtuar prej Moskës. Këtë e kanë bërë përpara 2 muajsh dhe përpara 6 javësh. Një zyrtar i lartë pranë liderit Khamenei ka dalë dhe ka deklaruar hapur se ata janë të tradhtuar prej Moskës dhe se nuk kanë asnjë fije besimi tek Putini, sepse Putini të shet. Pavarësisht se ata e kanë trajtuar si zë të pavarur, ai fliste në zërin e Khameneit. Pra, Khamenei ka pritshmërinë zero nga Rusia në këtë moment, sepse është i vetëdijshëm që Rusia të shet. Kanë ndonjë lloj pritshmërie të ulët prej kinezëve, sepse kinezët jo se mund të bëjnë namin dhe hatan, sepse ata kanë patur gjithashtu një marrëveshje shumë të komplikuar me Amerikën. Edhe Kina nuk ka ku të çojë mallat e saj, po nuk i shitin Amerikë, se është tregu më i madh Amerika. Për këtë arsye, edhe Ministria e Jashtme kineze sot ka dalë me një reagim i cili edhe shpreh kërcënim për administratën Donald Trump, për vendosjen e tarifave 25% dhe kërcënimin e Donald Trumpit se çdo shtet që do të bëjë marrëveshje dhe tregti me Iranin do të tarifohet në Amerikë me 25%, kinezët kanë dalë dhe kanë thënë se ne kemi marrëdhënie shumë të komplikuara, siç e kanë cilësuar ata me Amerikën, për arsye se kemi bërë edhe marrëveshje tregtare me Washingtonin gjatë vizitës së fundit dhe takimit të liderit Xi Jinping me presidentin Donald Trump në Koren e Jugut vetëm para pak kohëve, siç ju kemi thënë. Prandaj, i gjithë ky ekuacion dhe të gjitha këto aleanca të reja që po lidhen në lindjen e mesme dhe të gjitha të cilat po konfigurohen me kujdes dhe të gjithë lojtarët po shohin interesat e tyre, kjo e bën shumë të komplikuar dhe parashikimin e asaj që pritet të ndodhë në Iran. Në qoftë se
lojtarët e mëdhej të prapa skenës botërore që po konfigurojnë këtë ndarje të hemisferave dhe të zonave të influencës dhe përgatisin rendin e ri botëror, në qoftë se kanë garanci se nuk shkojmë në një përplasje fatale bërthamore botërore apo në një luftë globale të hapur, Donald Trump mund të godas nga minuta në minutë në Iran, sepse mund të ketë garanci që nuk do të shkojmë në një përplasje fatale. Në qoftë se jo, pritet të mbetet dhe mbetet të shohim gjithçka është duke ndodhur, sepse zhvillimet do të jenë jashtëzakonisht rëndësishme, qoftë në nivelin tregtar, qoftë në nivelin e energjisë, qoftë në nivelin e ridimensionimit dhe të ristrukturimit të arkitekturës sigurisë globale, por edhe në nivelin e tregtisë botërore, e cila vendoset nga dominanca e lojës dhe lufta për dominancën e lojës nga dragoi kinez dhe nga fuqia jashtëzakonshme amerikane. Janë në kinezët sot kanë njoftuar në orët e fundit dhe në minutat e fundit për t'i bërë presion amerikanëve dhe për ta parandaluar goditjen dhe rezimin e regjimit Iranit, çka do të ishte një zbythje e Kinës nga lindja e mesme tërësisht dhe duke i shkëputur asaj dhe duke ja prerë thojt edhe në Teheran, siç ja prerë në Venezuela, do të ishte një goditje fatale edhe për Kinën. Kinezët kanë thënë në orët e fundit, po nëpërmjet Ministrisë së Jashtme dhe përfaqësuesve të saj, se Kina është duke i bërë të gjitha llogaritë, qoftë edhe ato tregtare, dhe po gjen mënyra për të bërë presion ndaj Washingtonit në mënyrë që të mos marrë presion në lindjen e mesme. Këtë sa i përket pjesës së tregtisë. Kina mund të bëjë presion me minerale të rralla, duke e rritur fuqinë e monopolit të saj ndaj tyre dhe duke ndryshuar skemën e tregtimit të mineraleve të rralla për të cilat ka nevojë Washingtoni më së shumti për të krijuar dominancën e re globale në teknologji, në inteligjencë artificiale dhe në supremacinë e saj të kësaj pjese pra teknologjike. Dhe pjesa dytë që është shumë e rëndësishme ishte varësia e Kinës ndaj sojës, groshës së sojës, se nuk i njoh mirë këto produktet bujësore. Soja, që ishte burimi kryesor, ishte Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina njoftoi se ka ulur varësinë e saj prej sojës së Amerikës, duke shndërruar atë me sojën e Brazilit. Çka do të thotë ndërmarrja e këtij hapi dhe ulja e varësisë nga soja amerikane dhe rritja e presionit nëpërmjet mineraleve të rralla dhe rritjes së fuqisë së monopolizimit të tyre nga Kina mundet sipas Pekinit që të ushtrojë trysni ndaj Washingtonit dhe të ulë presionin amerikan ndaj Iranit në lindjen e mesme. Çfarë do të ndodhë? Amerikanët kanë thënë bëuni gati, do të godasim fuqimisht, jemi në orët e heshtjes qetësisë para stuhisë madhe. Do të godasin dhe do të tërhiqen, nuk do të godasin fare, do të godasin dhe do të rrëzojnë regjimin, apo do të godasin, do të tërhiqen dhe do të fusin Iranin në linjën e një konflikti civil përgjakshëm afatgjatë 10 vjeçar, 10 vjeç, 15 vjet si në Siri. Këtë do ta shohim dhe ne do të jemi bashkërisht për të parë të gjitha orë pas ore, minutë pas minutit. Të gjithë ju që më shihni për herë të parë, jam Kreshnik Osmani, u flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Andeu. Në mbrëmje do të flasim, po na dha Zoti i dëshndet gjithmonë, me kismet gjithmonë. Në mbrëmje do të flasim çfarë gatuhet tek tenxherja e Tiranës, kusia e Tiranës po zihen, por ju nuk ju tregojnë të gjitha, sepse ju gënjejnë, ju mashtrojnë për llogaritë e establishmentit politik të Tiranës, i cili sondon shqiptarët me hekur dhe me zjarr, dhe që ka nisur kërcënimet dhe po riformaton rreshtimin e tyre gjeopolitik ndërkombëtar, sepse mendojnë se Amerika ka rënë dhe se Kina ka rënë, mendon një palë tjetër, dhe loja në Shqipëri do të bëhet shumë interesante, që do të reflektojë edhe në lojën politike ndërmjet Edi Ramës dhe Sali Berishës. Do t'i ndjekim hap pas hapi, minutë pas minute, si gjithmonë me këndvështrimin e lëvizjes Andeu, këndvështrim të cilin nuk do t'a gjeni në asnjë prej mediave të shkruara të Tiranës, të cilët paguhen nga Edi Rama dhe nga establishmenti politik për të mashtruar shqiptarët në mënyrë që të sundojnë dhe të shtojnë të zgjasin pushtimin e tyre ndaj këtij populli
fatkeq. Kaq për momentin, pjesën tjetër të zhvillimeve, ju e dini si gjithmonë, do t'i ndiqni, vijojnë në numër në ardhshëm.